Unë nuk talem kur me njerëzit, se kam bërë kur dhe nuk ka gjasë që të ndodhë me mua që të talem me njerëzit. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka reaguar sot publikisht dhe në mënyrë të prerë se do të kandidojë për kryebashkiak të kryeqytetit, ja statusi i tij. Jo, nuk tallem. E kam seriozisht e do t'i shkoj deri në fund bashkë me ju. Së pari, e mbi të gjitha shumë faleminderit për mesazhet, mbështetjen përmes tyre, vlerësimin po përmes tyre, inkurajim po përmes tyre. Ju jam shumë mirënjohës. E dyta, dua t'i kërkoj ndjesë se cilit ndër ju që më keni shkruar e nuk kam kthyer një faleminderit, veçanërisht atyre që më kanë shkruar në Messenger, në Facebook dhe në Instagram. Besoj që atyre në WhatsApp u janë përgjigjur të gjithëve. Ndërkohë mes mesazheve pyetja më përsëritur është: e ke seriozisht apo tallesh me njerëzit? Atëherë dy gjëra. Nuk ka ndodhur kurrë që unë të tallem me njerëzit dhe nuk do të ndodhë ndonjëherë me mua kjo. Po, e kam seriozisht dhe do t'i shkoj deri në fund bashkë me ju. Nuk është ambicie personale, nuk është interesi im personal, por jam tërësisht i çliruar nga këto. Por mendoj se kemi një mundësi shumë të madhe për të zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri, përfshirës e ku gjithë secili gjen jo vetëm veten e tij, por jetën e tij, por dhe të mirën e tij. Editoriali Koha Jon.